Këto janë shenjat e hershme të diabetit. Mundohuni t'i kapni në kohë. Shumë njerëz që zhvillojnë diabetin e tipit 2 nuk e dinë këtë derisa të bëjnë analizat e gjakut ose derisa sëmundja të përparojë dhe të fillojë shfaqjen e komplikacioneve serioze. Në pjesën më të madhe diabeti është i heshtur dhe i fshehur. Kjo është arsyeja pse shumicën e kohës njerëzit nuk kanë simptomat e fillimit. Megjithatë, në disa raste kanë shenja të fshehta. Disa simptoma të diabetit të hershëm janë të njohura si poliuria dhe polifagia, por ka edhe simptoma të tjera që sinjalizojnë atë, siç mund të jetë inflamacion ose mishra të infektuara. Sipas BMJ Open Diabetes Research and Care, studimi zbuloi se njerëzit me periodontit kishin shkallën më të lartë të prekjes nga diabeti dhe paradiabeti. Ndryshimi i ngjyrës së lëkurës. Ndjesi të pakëndshme në këmbë mund të jenë gjithashtu shenjat kryesore që mund të paraqesin edhe shfaqjen e këtij problemi.